ata mbetën ëndra të ndërprera në mes, buzëqeshje të ndalura padrejtësisht, i të pajetuar. Por pikërisht në këtë dhimbje lind përgjithësia jonë si brez i ri. Ne jetojmë edhe për ta. Ne mësojmë dhe punojmë edhe në emër të tyre. Çdo arritje jona do të jetë vazhdim i ëndrave që atyre ju mohuan. Çdo sukses i brezit ton duhet të jetë dëshmi se sakrifica e tyre nuk ishte e kotë. Kështu kujtimi për ta nuk mbetet vetëm plagë në ndërgjegjen tonë, por shndrohet në zotim se liria e fituar me gjak do të mbushet me dije, me drejtësi dhe me dinjitet. Të dashur të praneshëm, një dietar i lartësisë është shprehur se kur uji bie në dhe, shndërrohet në baltë, ndërsa kur gjaku bie në dhe, shndërrohet në atë dhe. Në këtë thënie qëndron e përmbledhur historia jonë. Atë dheun është i larë me gjakun e bijve dhe bijave më të mira të tij. Prandaj ai nuk është thjesht tokë, është amanet, është besë, është përgjithësi brezash. Flijimi i familjes Jashari ishte flakadani që e përhapi luftën shkrimtare anë mban Kosovës. Ishte ngjarje që ndau më dysh rrjedhën e historisë. Pas flijimit të Jasharëve në shtëpinë e tyre në Prekaz, shqiptarët e kuptuan që ecja e bërë marshim nuk ndalej dot më. Masakrat në fshatrat e Drenicës, Likoshan, Qirez më pas në Prekaz, goditën familjen shqiptare vijën e fundit të qendresës. Paqja në Kosovë ishte pamundshme, lëvizja paqësore ishte pamjaftueshme. Kishte ardhur koha e luftës për lirinë kolektive, sepse vetëm Republika e Pavarur do të sillte paqen e vërtetë. Epopeja e luftës së Jasharëve i tregoi armikut serb se UÇK-ja nuk mund të mposhtej përsa kohë që mbështetej nga populli. Për të mbajtur Kosovën e pushtuar, serbit do t'i duaj të përzinte krejt popullin shqiptar. E Kosova qendrën e saj e ka në Drenicë, aty ku trimët dhe herojt marrin për masën e legjendës. Flakët, plagët dhe kujtesa e secilës këringritje përgatisin brezin e ri të këringrezëve. Në prodhat e Drenicës, ku vendohej e këndohej për Ahmet Delim, Azem e Shote Galicën, Shaban Polluzhën e të tjerë trima. Mos dorëzimi dhe qëndresa me zemre me nder për ajpërsisë numerike dhe materialit armikut ishte tradita e kësaj krahine. Trupi shuhej, por jo ideali i lirisë, siç dëshmuan edhe Nebe e Tahir Meha në maj të vitit 1981, kur ju kundërpërgjigjen me armë dorë policisë jugoslave që i kishte rrethuar në shtëpinë e tyre në Prekaz. Nuk mund të flasim për siguritë të paqes në Ballkanin Perëndimor, përsa kohë që Serbia ka ambicje të rikthejë sovranitetin e saj mbi Kosovën dhe hegemoninë në vende të tjera. Nuk mund të flasim për sigurinë e paqes në Evropë, përsa kohë që vazhdon pushtimi rus në një pjesë të Ukrainës. Nuk mund të flasim për paqen në botë, përsa kohë që lufta po përhapet në lindjen e mesme. Situata e nder me shtetin fqinj verior, rritja e klimës së pasigurisë në Evropë, ftesa për angazhime e operacione të paqes në botë, na detyrojnë që të rrisim kapacitetet tona mbrojtëse. Aleanca jonë mbetet e palëkundur me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet e Bashkimit Evropian, Turqinë, Kanadën, Japoninë e të tjera, sepse bazohet në vlera të njëjta. Bashkëpunimi i Kosovës me Republikën e Shqipërisë është detyrim kombëtar.